ka ta u bezot për muë, shumë zeza kam ba. Mua më pëlqejnë veshjet kombëtare sepse kanë vesh të parët tonë dhe na do të mi kujtu brez mas brezi. Oj Kosovë, nëna ime. Përshëndetje miq, faleminderit që po na ndesni. Jemi këtu me të rinjet dhe të reja të moshave të ndryshme, të cilët pavarësisht mësimeve, pavarësisht angazhimeve akademike dhe shkollore, ata po angazhohen çdo ditë që të ruajnë kulturën dhe traditën tonë shqiptare. Me mua sot është mësuesi Freskim Shala. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta, faleminderit shumë që keni ndonë kohën, që keni ardhur. Sinqerisht ardha juve na nderon edhe kënaqësi. Faleminderit. Mësuesi Freskim, ana tregon sa është e rëndësishme që të rinjeve të sotëm të flasim për traditat dhe kulturat tona shqiptare. Është mjaft e rëndësishme që më fol për kulturën dhe traditat tona popullore që i kultivojna, mundohem që me përcjell brez pas brezi. Do më thoshtë motivi më i madh që më jam mësu fëmijëve do më traditat tona, që mos më harrot, që ka qenë do më një vlerë e madhe, që së dhe asoj dite do më thonë ende vazhdon tek thritet tonë. Kjo është ajo kënaqësia që më i ofru këtyre fëmijëve. Po të rinjt apo kanë interes? Vrehet, do më thonë një interesim shumë i madh tek të rinjt, edhe pse paka shumë rrymat e muzikës, po ka të ndryshme, mirë po fatmirësisht do më thonë po përcjellen me shumë kënaqësi, edhe me shumë endje muzikën tonë popullore, edhe po shpresoj, po besoj që nuk do ta harrojnë. Elina, pse është e rëndësishme mbajtja e traditave? Për mua janë shumë të rëndësishme, sepse na rikujtojnë traditat dhe historitë të vjetërve. Aleja, pse nuk duhet me i harru traditat tona? Sepse janë simbolet tona, janë traditat tona që të vjetrit i kam pat veshur për gjithçka. Dua, traditat a janë është të shkuara apo e ardhmja jonë? Edhe të shkuar dhe të ardhmat tona. Edhe dua të ruaj gjithmonë. Traditat tona janë të rëndësishme se duhet miru brez pas breze. Irisa, e pse ti të pëlqejnë veshjet kombëtare? Pse janë të mira dhe më pëlqejnë. Mua më pëlqejnë veshjet kombëtare sepse i kanë vesh të parët tonë dhe na do të mi kujtu brez mas brezi. Mua më pëlqejnë veshjet kombëtare sepse janë të rëndësishme dhe janë traditat tona. Se jam shqiptar edhe kallëzojnë histori për vendin time. Rajana, am tregon si ndihesh ti kur veshesh me rroba tradicionale? Unë ndihem shumë mirë sepse janë veshje popullore. Veshje kombëtare janë të rëndësishme se janë traditat tona dhe populli jonë. A ka ta u bezot për muë, shumë zeza kam ba. Zdi qyshto kas më ka shue, por më mban hala. Zdi qyshto kas më ka shue, por më mban hala. Krejt po më thojnë ty, s'të fal Zoti, shpresat s'dojnë me m'lan. Falëm o Zot, po të lutem se jam shumë pishman. Lule për ty ojnan, gjithë botë me ta dhon, se të zemra që të don, ti më shumë e meriton. Lule për ty ojnan, gjithë botë me ta dhon, se të zemra që të don, ti më shumë e meriton. O drinica ime hap, ja kullës dirën si, po vjen liria bashk, me pranverën hi. Toke duga gjinit jo, nuk bëhës tjetër se del bukare pran, nga magja vjetëri.
Tapull shabadhin o kra për kra, baba me djadin o hajt na sof, heu ty të ljum të pushka, o thonë as gjall. Hej moj drenic, tapull shaplagën o kra për kra, baba me djalin o hajta hir, heu ty të ljum të pushka, o thonë as gjall. O Shaban pëdhusha. Qka ka zogu që po qan, kalon shpi, kalon vatane, kalon motra e vlazni, ka ardhur gurbet zije. Kalon motra e vlazni, ka ardhur gurbet zije. Ditën e flamurit në një shtëpi të vjetër, një non kosovare e kish marrë një letër, me shkronja të kuqe është mbush letra e bardh, nona i me dashur përshëndes me madh. Havritët pa fajsia, qfar faj ka drenica, që trembët nga fëmia, që threta zem nga lica. Drenica linë veç trima, ju i lini thmit jetima, është një kom që don liri, dhe Kosova Shqipëri. Qili digjë të kavaret, po ku je adem jashari, na vran bëbe, na vran motrën, na përzon, na do gjën votrën, mos më prek ti shka drenicën, se kam gjallën zem galicën, mos më prek trollin shqiptar, mirave t'jam vete par, mos më prek ti shka drenicën, se kam gjallën zem galicën, mos më prek trollin shqiptar, mirave t'jam vete par. Mora fjale, mora vargune, mora qarkun, me i dhur kong, bashkë legjendarit, ti këndoj adem jasharit, ti këndoj. Tar Sovjet se she prekasin vere qagun, tar Sovjet se she drenicën, tar Sovjet dhe Mitrovicën, tar Sovjet. U bë qeli si vulkan, o toka gjoku nuk e mban, unë e shikoj në tym dhe flak, si ndojnë burat nga grat, unë e shikoj në tym dhe flak, si ndojnë burat nga grat. O për qka nona ka bo djoll, o për me i doll shka ut për bol, unë e shikoj në zemër plot, ne me pushka ta me top, unë e shikoj në zemër plot, ne me pushka ta me top. Dëgjoj zërin e nanës, shkyshele qenë gjikoper, Gregërin dy tri herë dhe i kënë mërdet, Gregërin dy tri herë dhe i kënë mërdet. Oj Kosovo, nëna
Të dashur miq, faleminderit që na ndoqët, kaq kishim ne për sot. Faleminderit mësuesit Freskim, i cili me angazhimin e tij të vazhdueshëm po kontribon që gjeneratave të reja të mësojnë për traditat dhe kulturat tona shqiptare. Mos harroni edhe ju që të rinjeve të sotëm, të rinjeve tonë, të flasim për kulturën dhe traditën tonë të shenjtë shqiptare, sepse është një pasuri që e kemi ndër breza, edhe ne kemi obligim dhe amanet të ruajmë atë. Faleminderit.